lëvizur krejt botën dhe 100 vjet më vonë. 100 vjet më vonë, më duket në periudhën e presidentit Biden, ai u njoft gjenocidin ndaj armenëve, që perandoria osmane në atë kohë kishte kryer në vitin 1915. Unë uroj që ne mos na kalojnë 100 vjetet, mos na njihet gjenocidi që kemi përjetuar, tragjedia jonë, por shpresoj që ne mobilizohemi të gjithë. Kjo është një thirrje jo vetëm për institucionet, në radhë të parë sigurisht për ata, por është në thirrje për gjithë shoqërinë civile, për Akademinë e Shkencave, për partitë politike, për gjithë, domethënë, vetëm vendosja e lulkuqes e jep një mesazh. Pastaj për kujtimi i viktimave, ne sot për shembull në qendër të Prishtinës kemi ndezur qirenj në ora 19:30 dhe na janë bashkuar qytetarë të ndryshëm. Shpresojmë që edhe në qytetet tjera të ketë pasur një masovizim të shënohet 15 janari, sepse duke e shënuar 15 janarin, duke ndezur një qiri, ne jo vetëm që kujtojmë viktimat e gjenocidit, po ne marrim pjesë në kujtesën tonë kolektive që të mos harrojmë asnjëherë çka kemi përjetuar. Duket që jemi në gazepin e madh të grindjeve të brendshme tash Aslan, grindjeve politike të brendshme, një ngarendje shpeshherë sipas atyre që përfaqësojnë botkuptimin racional, këto grindje janë të parësyeshme, po bëhen veç për nevoja pushtetit nga njëra ose pala tjetër, dhe kjo është njëra prej temave që do duhej të mirëmbahej fort, të kujtohej fort, të organizohej fort, të përfaqësohej fort dhe të mbahej vazhdimisht e gozhduar Serbia për një trashëgimi të gjenocidit që ka bërë ndaj Kosovës. Edhe përsa kohë që po vazhdon një proces i zërshëm dialogut për të synu paqen në Bruksele, kështu nga viti 2011, Serbia sot me Vučićit ende përpiqet të retushoj rrëfimin se çfarë ka ndodhur në Reçak. Kemi një Serbi pas një diskutim të pa denacifikume. Sot përpiqet kjo Serbi autokratit Vučić të thotë se në Reçak nuk ka ndodhur masakra, është duke njështër ajo që është raportuar. Me çfarë fqiu kemi të bëjmë sipas jush? Kriminali zakonisht pas kryerjes së krimit është i preokupuar me fshehjen e krimit. Dhe gjitha këto që bëhen në Serbi është në suazën e asaj, në suazën e projektit të fshehjes së krimit. Ata godasin Reçakun pikrisht sepse Reçaku ishte ajo që e lëvizi botën. Pikrisht në Reçak ka ndodhur, siç e përmendëm më herët, sensibilizimi i opinionit publik ndërkombëtar dhe pikrisht aty ata mundohen të nxjerrin, të tregojnë të pavërtetën e tyre, në fakt të gënjejnë aq brutalisht sa të ofendojnë edhe gjithë ato viktima që ata i kanë shkaktuar, viktimat pafajshme civil shqiptar, të cilët janë nxjerrë nga shtëpitë e tyre e janë ekzekutuar mizorisht në atë kodrën që pamjet të cilës i kemi pa dhe sot e kësaj dite na trishtojnë. Në ankth ende ne kemi të bëjmë me një fqinj i cili nuk e ka kuptuar se koha e dhunës, koha e krimeve ka përfunduar, koha e diktatorëve, koha e hegemonisë ka përfunduar. Definitivisht Kosova është një vend i lirë dhe ata duhet të heqin dorë nga kjo gjë. Por që ne nuk mund të bëjmë më shumë se të kërkojmë, të tregojmë ato që kemi përjetuar. Prandaj është shumë e rëndësishme, siç e përmend edhe ti, që grindjet politike në këtë aspekt, kur është çështja e gjenocidit, kur është çështja kaq e rëndësishme të lihen anash, sepse është shumë e rëndësishme që ne të gjithë bashkërisht të ngrisim zërin dhe të tregojmë fuqi gjatë ngritjes së këtij zëri. Serbia kur na ka vrarë vetëm të vërtetën objektivisht. Absolutisht. Serbia kur na ka vrarë, kur na ka masakruar, dëbuar nga Kosova, kur ka bombarduar një fshat, as nuk e ka pyet i cilës parti politike
është kjo lagje ose ajo tjetra, Sakt. as i cilit religjioni takon. Ata kanë bombarduar majtas e djaftas, e në qendër, e gjithkund, pa pyet për përkatësinë e tyre as religioze, as politike. Ata kanë goditur shqiptarët si të tillë, duke goditur në fakt, duke goditur një fshat ose duke vrarë një shqiptar diku, ata kanë synuar të shkatërrojnë të gjithë shqiptarët si të tillë. Ne të gjithë jemi të mbijetuar të genocidit, sepse ata kanë menduar të na shkatërrojnë neve të gjithëve. Prandaj ne duhet ne që kemi mbijetuar atë genocid, ne duhet ta ngrisim zërin. Mos heshtim asnjëherë. Mos heshtëm asnjëherë, sepse është shumë e rëndësishme kjo çështje, siç e thash, edhe për shkak se kjo është bazamenti i lirisë sonë.